jam kapitan Erpion Kodra, jam oficer i mirëmbajtjes, shefi i shfrytëzimit në mirëmbajtjes helikopterëve Black Hawk në bazën ajrore e parë. Ky hangar do ndihmoj shumë në rritjen e operacionalitetit të mirëmbajtjes së helikopterëve Black Hawk, duke ofruar kushte më të mira pune dhe shërbimi për efektivin e mirëmbajtjes. Ndërtimi i këtij hangari është për të akomoduar deri në 4 helikopterë Black Hawk, por jo vetëm për akomodimin e tij, por këtu do të bëhet edhe mirëmbajtja ditore, mirëmbajtja e skeduluar, gjithashtu do të bëhet proceset e troubleshooting ose gjetja e defekteve dhe riparimi i tyre. Ky hangar gjithashtu do të jetë pajisur edhe me vijën çmuar 8 ton, i cili do të shërbejë për heqjen e pjesëve më të rënda të helikopterëve Black Hawk.